Ju përshëndet shikues ekranit të Premium Channel. Ja kur I takohemi së bashku, si çdo ditë tani më nga hënën të premte në ekranin e vetëm dedikuar turizmit. E di që së fundi jemi mësuar që të shkojmë ose në Antalya ose në Egjipt, për shkak se këto janë dy destinacionet kryesore që ju përzidhni për të kaluar pushimet tuaja, por në fakt sot jemi për të prezantuar një ofertë të jetë speciale, e cila jo vetëm është ekonomike, por në fakt ofron shumë destinacione në një. Por se për çfarë bëhet fjalë, kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio Aleksian, e cila vjen nga Zoom Trip dhe na informon lidhur me të gjitha risit e sezonit, por gjithashtu edhe një mënyrë krejtësisht ndryshe të pushimeve. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Kroqerat janë pa diskutim një formë shumë interesante dhe tërheqëse për të shijuar pushimet, por duket sikur në të vërtetë janë shumë intensive. A është e vërtetë kjo apo le të themi që ka një miksim midis intensitetit të destinacioneve dhe kënaqësisë që përjeton? Janë intensive, sepse çdo ditë ti viziton një qytet të ri, por është e menaxhuar në atë formë koha që ti të kesh mundësi të shikosh dhe qytetin, por të shijosh edhe facilitetet që të ofron Kroqeria vet, duke marrë parasysh që organizon aktivitete që nga teatri, muzikë live, animation, edhe shumë aktivitete të tjera që janë për të gjithë, si për fëmijë, si për të rritur. Sa është përqafuar, le të themi, kjo mënyrë udhëtimi nga shqiptarët? Ka interes, goxha, sidomos 3 vitet e fundit kanë zgjedhur edhe në dimër edhe në verë. Koncepti më përpara ka qenë që në verë bëhet Kroqeria që të bëj plazhe të tjerë, po jo edhe në dimër. Kemi pas goxha rezervime vitin që kaloi për short trips normalisht, për pjesën e fundjavave ose 3-4 net. Dhe ajo që është më e bukur është që edhe familjarët që kanë pas një stepje për sa I përket pjesë të fëmijëve që do lodhen e të tjerë, jo kanë qenë shumë të kënaqur realisht. E në fakt cilat kanë qenë përshtypjet më të shpeshta që ti ke marrë nga të gjithë ata që e kanë përjetuar së paku një herë si experience? Përshtypja e parë që unë kam marrë dhe feedbacku është që I kam marrë unë klientën në telefon, që të shikoj nëse janë mirë dhe nëse I kanë qenë në Kroqere, apo jo, sepse me hotelerin mund të ndodhi jo një vones check-ini, jo ndryshim dhome të tjerë. Në Kroqere realisht nuk më ka rënë as edhe një herë telefoni. Për ankesën më të vogël. Pra aty nëse nuk të bie telefoni je shumë e lumtur, të kupton që çdo gjë po shkon perfekt. Ne themi no news, good news. Kështu që për klientët kjo vlen, sidomos në turizëm. Feedbacku ka qenë maksimal. Kroqeria I kushton shumë rëndësi pjesës së shërbimit, edhe që klientët të kënaqen dhe të rikthehen përsëri, duke marrë parasysh që është një produkt që nuk është të paktën në Shqipëri kaq I njohur sa është në vendet e tjera. Në fakt, për këtë do të pyesja, nëse në Europë dhe përtej saj, Kroqeria shihet si një mundësi shumë e mirë për të pushuar edhe për shkak të paketave ekonomike, por edhe sepse bën një itinerar më të gjatë dhe më të shumëllojshëm për pak ditë, por në Shqipëri duket sikur sërish nuk e shijon maksimumin e çdo qyteti që ti viziton ose çdo shteti në cilin ti ndodhesh, por preferojmë ato pushime të cilat na pozicionojnë në një location të caktuar dhe duam të shijojmë 7 ditët e luksit dhe të rehatisë, sidomos të resorteve, sepse pa diskutim dhe Antalya dhe Egjipti ofrojnë resortet me 5 yje, por çfarë ndoshta nuk dinë që Kroqeria është një resort në lundrim, apo jo? Po, pikërisht. Nuk mund të them se cruizi, edhe pse ka klientë që e zgjedhin të qëndrojnë vetëm në cruiz dhe mos vizitojnë asnjë, sepse I pëlqen aq shumë facilitetet që ofron edhe ajo luxury dhe shërbimi e të tjerë, por Kroqeria krahasuar me hotelerin është experiencë. Pra ti ke mundësi të vizitosh disa vende dhe nëse realisht të pëlqen ai vend, ti mund të rikthehesh me një resort 5 yje dhe të bësh pushimet e tua një javore atje. Por të kesh mundësinë, sidomos për Greqinë për shembull, që ka pafund ishuj, edhe kostot deri diku janë të larta që të shkosh në një nga ishujt, sepse është pjesa e tragedit ose biletave me tranzit e të tjerë, ti merr atë shijen që nëse ja vlen të investoj te ky vend apo jo për të kaluar një javë pushime. Duke sikur bën një provës të vogël dhe jo shumë të kushtueshme. Si ka mundësi që paketat e Kroqerave janë shumë herë më shumë ekonomike se sa një resort me 5 yje në Antalya ose në Egjipt, edhe pse në të vërtetë çfarë ato ofrojnë është njëjtë si këto resorte?
Ky është një diskutim që bëjmë me klientët kur vjen sezoni veror, se normalisht në dimër mund të nxjerrim një ofertë me 599 euro personi, në korrik dhe në gush normalisht çmimet janë më të larta. Por momentin që filloj dhe i shpjegoj dhe bëj një kalkulim të thjeshtë që ti mund të marrësh një ofertë me 900 euro personi, kalon 7 net dhe takon diku te 120 euro për ditë, por që ke mëngjes, drek, darkë të përfshirë, akomodimin, ke pjesën e biletave të avionit, të gjitha këto, edhe çfarë mund të vizitosh dhe çfarë mund të bësh, atëherë dhe ata binden që çmimet realisht janë shumë të mira për çfarë ofron. Cilat janë itinerarët që preferohen më së shumti? Sa janë ditët minimale që ti mund të shpenzosh në një kryeqytet dhe ato maksimale? Në verë përgjithsisht itineraret janë minimumi 7 net, shumë pak itinerare janë për 5 ose 4 net. Si destinacione pastaj, numri 1 është Itali, Spanjë, Francë. Të gjithë të paktën që nisin eksperiencën e tyre me kroqere, ky është itinerari i parë që zgjedhin. Më pas vjen Greqia me kombinim me Turqinë ose me Maltën. Deri diku kemi pas kërkesa dhe për zonën e Kroacisë, Malit të Zi, Italisë që bëhet një kombinim dhe atje, por ato janë destinacione që pak a shumë të gjithë kemi prekur edhe me makinë. Dhe interes shumë të lartë kemi pasur kohën e fundit dhe për fjordet e Norvegjisë, për Europën veriore, që ajo po që është një eksperiencë komplet tjetër, sepse të gjitha ato qytete që vizitohen janë me bukuri natyrore fantastike. Cila është kroqera ose itinerari që ti ke përzgjedhur sot për ofertën e ditës? Sot kemi përzgjedhur Costa Toscanën me një super ofertë last minute, duke marrë parasysh që jemi në periudhën e verës dhe çmimet janë pak më të larta siç thash, neve kemi arritur të gjejmë një ofertë vetëm me 899 euro për person, për 7 net edhe 8 ditë. Itinerari është Itali, Spanjë, Francë. Nisja është në datën 28 qershor. Për sa i përket itinerarit, bëhet fjalë për Civitavecchian, Savonën, Marsejën, Barcelonën, Ibizën, Palermon dhe kthehemi përsëri në Civitavecchia. Pra marrim një shije nga të gjitha ato qytetet më të mira të këtyre 3 shteteve. Ndërkohë, do të kemë mundësinë që tek të gjitha këto qytete të shpenzojnë së paku një ditë apo jo? Po, përgjithsisht bëhet fjalë për zbarkim rreth orës 10-11 të mëngjesit deri në orën 6 pasdite. Kështu që është mundësia edhe për të arritur për të parë qytetin edhe për të bërë ndoshta 2-3 orë plazh. A ka një referencë të le të themi një guide se çfarë mund të bëjnë të gjithë ata që bëhen pjesë e këtij itinerari në secilën nga këto qytete, për gjithë ata që ndoshta e kanë vështirë të orientohen ose të googlojnë për aktivitete të ndryshme që mund shijojnë aty? Për çdo klient, neve japim informacion paraprak me çmimet edhe guidat që ofron secili krujs, dhe klientët kanë mundësinë të zgjedhin nëse duan t'i rezervojnë paraprakisht me ne, ose të rezervojnë te desku i krujzit që kanë zgjedhur të udhtojnë, me ekstra pagesë normalisht, por që është e organizuar me një guid anglisht, italisht, gjermanisht, ka gjuhë të ndryshme që përshtatet me të gjithë. Është një eksperiencë shumë e mirë, sidomos për mosha ndoshta më të mëdhaja. Mosha jonë, me thënë të drejtën, më shumë më vjedhin atë informacionin edhe i organizojnë vetë pastaj. Kështu që edhe në atë formë mund të funksionojë shumë mirë, se thjesht i merr një orientim dhe di që ku të shkosh. Ndoshta do të jetë edhe një mënyrë shumë e mirë për ata që udhëtojnë në grup edhe duan të zgjohen shumë herët dhe të flenë shumë vonë për të shijuar maksimumin e maksimumit. Por nga ana tjetër, a konsiderohet kroqëra më shumë si një pushim, le të themi, plazhi veror apo më shumë si një eksperiencë turistike? Pra, që ti shikon vetëm anën turistike të qyteteve, por nuk ke mjaftuar shumë kohë për të bërë plazhin. Secili zgjedh vetë se si do dëshiron ta organizojë. Në këtë periudhë të vitit. Në këtë periudhë fokusi normalisht është më shumë për pjesën e plazhit, sidomos po të flasim për Ibizën për shembull. Besoj se të gjithë ata që shkojnë atje duan të bëjnë plazh. Ndoshta në dimër është më shumë ajo pjesa kulturore që të jepet mundësia të vizitosh realisht qytetin, prandaj edhe në dimër destinacionet që përzgjidhen nuk janë aq shumë këto verore të plazhit, po janë destinacione që kanë edhe një histori dhe që mund të marrin informacion kulturor, domethënë. Cilën nga këto itinerare ti do të sugjeroje më së shumti dhe në cilën periudhë të vitit? A do ta rekomandoje kroqërën plotësisht për pushimet e verës? Patjetër që po, korriku dhe gushti dihet që është kulmi, sepse atëherë kemi të gjithë ne lejet që kemi mundësi të udhtojmë edhe të bëjmë rezervimet e verës. Për sa i përket plazhit, për mua, periudha më e mirë që ti
të vizitosh, nëse fokusi jot është të vizitosh qytetet, është maj dhe shtatori. Në këto muaj dhe temperaturat nuk janë shumë të larta dhe ke mundësi të shëtisësh dhe mos kesh atë bezdisjen e vapës ose... Edhe pyetja fundit, a ka mundësi që një kroqer në itinerarin e saj të ketë menduar së paku 2 ditë në një destinacion në mënyrë që të shijojnë, le të themi, një panoramë më të përgjithshme të atij qyteti, apo është çdo ditë në një qytet të ri? Shumë pak itinerare janë që mund të kalosh më shumë se një natë në një destinacion. Dhe nuk sugjerohet ai shumë sepse ti realisht arrin të marrësh atë shijen dhe eksperiencën e atij qyteti. Ajo që është shumë interesante është që në përgjithësi të gjitha itineraret kanë një natë që është vetëm lundrim. Edhe përgjithsisht ajo bëhet ditë të fundit të krujzit që ke mundësi dhe të qetësohesh dhe të shplohesh dhe të shijosh tamam çdo të thotë të jesh gjithë ditën në krujz dhe të shijosh të gjitha facilitetet që ofron. Faleminderit shumë që ishe me mua sot në studio edhe që na ofrove krejtësisht një shije ndryshe të pushimeve. Faleminderit juve. Kështu ne kemi mbërritur me ofertën edhe për ditën e sotme, sikurse e përmenda edhe në krye të herës ishim në një eksperiencë ndryshe me krujz, me cilën jo shpesh e kemi mundësinë që jo vetëm ta përjetojmë, por edhe prezantojmë, ndaj të dhënat e paketës janë të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, por gjithashtu edhe zyrat e Zoom Trip në tek, do të keni mundësinë që të shkoni atje dhe të informoheni lidhur me çdo pyetje që mund keni për këto paketa. Unë yll sërish takimin nesër në të njëjtin orar në të njëjtin vend. Deri atëherë, mirupafshim.